Nëse kemi 2x në katror minus 11x plus 15 pjestuar për x minus 3, shohim që x tek 2x në katror do të shkon 2x herë, andaj 2x herë x do të jetë 2x në katror dhe 2x herë minus 3 do të jetë minus 6x. Pastaj i zbresim këtë shprehje dhe kjo do të jetë e para 0 minus 11 plus 6x do të jetë minus 5x dhe zbresim plus 15. Pastaj bëjmë pyetje x tek minus 5x do të shkon minus 5 herë, sepse minus 5 herë x do të jetë minus 5x dhe minus 5 herë minus 3 do të jetë plus 15. Pra, nëse i zbresim dhe kjo shpreha këtu do të jetë 0, gjithashtu kjo pjesa këtu do të jetë 0. Pra, themi që 2x në katror minus 11x plus 15 e cila do të pjestohet me x minus 3, rezultati i saj do të jetë 2x minus 5.